Përshëndetje, unë jam astrologia Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që të kemi gjatë datës 31 tetor 2025. Jemi në ditën e Venusit, por karakteri kryesor i kësaj dite do të jetë Hëna. Gjatë pjesës së parë të ditës, duke filluar nga ora 7:14 deri në orën 12:46, ajo do të jetë në zbrazëti dhe do të vazhdojnë udhëtimin e saj tek shenja e Ujorit. Gjatë kësaj periudhe do të kemi edhe këndë të vështira me Marsin, Merkurin dhe me Uranin. Të gjitha këto e vështirësojnë vërtet shumë punën. Përveç mungesës së përqendrimit që kemi dhe kohë që Hëna është në zbrazëti, do të shtohet edhe fryma e agresionit. Duke qenë se Marsin na shtyn drejt veprimeve vërtet shumë impulsive. Balanca e brendshme do të jetë vërtet shumë e vështirë sepse do të kemi emocione të cilat do të jenë shpërthyese. Mendimet do të ndryshojnë nga momenti në moment. Dhe këtyre mund të shtohet shumë edhe presioni vjen nga komunikimi i vështirë. Gjatë këtyre orëve, teknologjia do të lërë vërtet shumë për të kërkuar, prandaj dhe mund të kemi probleme si me rrjetet e komunikimit, po ashtu edhe me mjetet. Këshillojmë bilet e njësim një ditë më përpara, të marrim masa, pra të bëjmë kopje të gjitha dokumentave digjitale dhe emailët apo mesazhet i dërgojmë në disa forma të ndryshme. Për fat të mirë, gjatë këtyre orëve, Hëna do të jetë në një kënd pozitiv me Venusin. Duke përdorur këtë kënd, mund ta zbusim disi ndikimet negative që sa të përmenda. Mënyra më efikase e kësaj është të përdorim artin. Pas orës 12:46, ndërkohë që Hëna do të kalojë tek shenja e Peshqve, do të shtohet edhe më tepër ana jon emocionale. Do të krijojë një kënd pozitiv me diellin. Prandaj dhe kemi mundësi që të jemi më të përmbajtur. Për fat të keq, gjatë gjithë kësaj dite do të kemi një mungesë të elementit të tokës. Do të kemi tendencën që të veprojmë dhe të zgjedhim në mënyrë shumë impulsive. Kjo nuk do të ndryshojë sado që të jemi të programuar. Prandaj vendimet prej të cilave varet e ardhmja jonë do të këshilloja që t'i marrni një ditë më vonë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.